Kur në ndajnë thuajse 2 muaj nga zgjedhjet e 11 majit, ethet e listave të partive politike kanë nisur. Të gjithë shpresojnë ta shohin veten në lista të sigurta, ndërsa kryetarët e partive Rama dhe Berisha kanë dhënë mesazhe të forta për personat që do të kandidojnë për deputet. Top Story ka krijuar listën e mundshme të kandidatëve të sigurt që do të garojnë më 11 maj për Tiranën. Sipas kësaj liste, emrat e sigurt të Partisë Socialiste janë Edi Rama, Ogerta Manastirliu, Ervin Hoxha, Adea Pirdeni, Lindita Nikola, Olta Gjaçka, Albana Koçiu, Igli Hasani, Blendi Gonxha, Erion Braçe, Tilda Gjonaj, Fatmir Xhafa, Ermonela Felaj, Xhemal Qefalia, Toni Gogu, Ronaldo Rakipi, Pandeli Majko dhe Helena Kaça. Ndërkohë, emrat e sigurt në listën e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore janë Sali Berisha, Josefina Topalli, Edi Paloka, Flamur Noka, Tedi Blushi, Albana Vokshi, Fatmir Mediu, Erisa Xhixho, Shpëtimi Drizi, Mesila Doda, Besar Xhaferi, Eurida Tabaku, Dhurata Çupi, Ilda Zhulali, Klevis Balliu, Ervin Milarolli, Ilir Ali Mehmeti, Andi Mustafa, Hysen Kadiu, Grigel Smuçollari, Muslim Urrizi, Aslan Dojani, Orin Ebiaj, Arian Hoxha dhe Arsen Valisi.